Një gol i shënuar nga sulmuesi Eleandro Pema i ka dhënë Kamzës një fitore jetike ndaj Shkëmbinit. Kryeqytetasit pas fitores ndaj Dinamos marrin një tjetër 3 pikësh të vyer, këtë herë në fushën e tyre. Goli i fitores është shënuar nga Pema me anë të një 11 metrashi të shndërruar në gol në minutën e 20 takimit. Peqinasit e drejtuar nga Mile, edhe pse kanë pësuar gol, nuk janë demoralizuar dhe kanë kërkuar në çdo moment të barazojnë shifrat, por nuk e kanë arritur qëllimit. Kamza më shumë i gëzohet fitores pas një ndeshje zhvilluar nga skuadra e Gjokës ndaj Shkuminit, nuk ka qenë nga më të mirat e këtij fillim sezoni. Takimi ka qenë i tensionuar në momentet veçanta dhe kemi pasur 3 kartone të kuq nga gjyqtari Sokol Çekaj, 2 për vendosit dhe 1 për miqt. Pas kësaj fitoreje, Kamza ngjitet në kuotën e 13 pikëve. Ndeshja ishte fortë dhe shkoi rezultati vështirë. Megjithatë, në këto raste kur arrihet dhe fitohet, më mendoj që ndoshta vështirësia harrohet. Megjithatë, duhet shikojmë përsëri disa gabime që ne bëmë. Por shumë e vështirë si ndeshje, ne kishim qartë, sepse gjithë javën e kishim thënë për ekipin e Shkëmbinit, që është një ekip që ka grinë shumë, nuk dorëzohet deri në fund. Dhe besoj që dolën ato gjëra që ne i kishim parashikuar. Por, fundit, mendoj që ekipi arriti të merrte një 3 pikësh, kampionati është i garë, nga mund të është edhe pak keq, por e rëndësishme është marrë 3 pikësh. Një barazim spektakolar dhe drithërues për Rudi Vatën në debutimin e tij në pankinën e Vllaznisë. Në Lolo Boriçi, ndeshja maraton Vllaznia-Bylis përfundoi me rezultatin e barabartë 3-3 pas 113 minutash lojë. Pas një përplasje në lojë mes Popović dhe Dimo, lojtarët dëmtohen rënd dhe gjyqtari Gjorgji akordoi 13 minuta shtesë. Ish kapiteni kombëtares, aventurën e tij në pankinën shkodrane e fillon pa shumë ndryshime. Në minutën e para, Vllaznia dominon në lojë, por jo në raste. Provojnë Belisha dhe Dimo, por rrjetat e respektive nuk preken. Rezultati do të zhbllokohet në minutën e 34 me anë të Xhevahir Sukaj. Pas një faulli në zonë në dëm të Danaj, Enea Gjorgji akordon penallti për Vllaznin, të cilën Sukaj e shndërron në gol, duke mposhtur Ekbo dhe duke i dhënë edhe Vatës gëzimin e parë. Trajneri mik nuk e aprovon vendimin dhe braktis skuadrën. Me këtë rezultat përfundojnë 45 minutët e para, ndërsa sapo fillon pjesa e dytë, ligji i kompensimit del në skenë dhe Gjorgji ekuilibron gjithçka duke akorduar 11 metrash për Bylisin. Kapiteni Dimo e shndërron në gol dhe barazon shifrat, por vetëm 3 minuta Bylisi i gëzohet barazimit pasi Sukaj pas një aksioni personal dhe pas një gjuajtje pa pretendime do të gjente golin e dytë, pale dhe ndihmës së portierit Ekbo. Dopjet personale, si për të treguar se ftesa në kombëtare ishte e merituar dhe fest me trajnerin Vata në pankinë për sulmuesin e talentuar shkodran. Minutat në vijim, Vllaznia sikur bie në gjumë dhe dushi i ftoftë për Vatën dhe shkodranët, vjen në minutën e 84. Bylisi barazon me anë të Dušan Popović. Vllaznia shikon të ikin nga duar 3 pikët. Në minutët e fundit kemi një përplasje mes Dimos, Bylisit dhe Popović të Vllaznisë dhe të dy lojtarët dëmtohen rënd. Më shumë mëson kapiteni Bylisit që dërgohet në spital me ambulancë, por pa probleme të mëdha paraqitet gjendja e tij. Gjorgji akordon 13 minuta shtesë. Në extra time, Ristevski kalon miqtën e përsi në minutën e 101, ndërsa Vajushi barazon në 3-3 për të treguar qartë karakterin e Vllaznisë. Përfundon 3-3 në Shkodër. Vata debuton me vetëm 1 pikë dhe kupton që ka shumë punë për të bërë në skuadër, por pushimi 2 javor do i shërbej ish kapitenit të kombëtares. Kastrioti rikthehet tek fitoria dhe merr vendin e 4 në tabelën e klasifikimit. Krutanët kanë shfrytzuar 2 gola shumë të shpejt në fillim të çdo pjese, duke arritur një fitore të thellë dhe bindëse me rezultatin 3-1 ndaj Tomorit, që vazhdon të thellohet nga kriza që ka zënë ekipin. Skuadra e Ndreut ka kënaqur tifozët krutan me një lojë të bukur dhe raste, edhe pse mungesat për shkak kartonësh e dëmtimi ishin të shumta. Kapiteni Caca, Enkela Likaj e ndonjë tjetër e kanë ndjekur takimin nga tribuna. Vendasit hapën serinë e golave që në fillim të ndeshjes, Sebino Plaku ishte ai që shënoi golin e parë. I gjendur i vetëm përballë Ervin Llanit, i sulmuesi flamurtarit nuk ka gabuar. Rezultati është dyfishuar pas një autogoli të Karamanit në siparin e gjysmës së pjesës së parë.
Gjatë kësaj pjesë loje, skuadra e Tomorit nuk pati asnjë rast për shënim, ndërkohë që vendasit ishin dukshëm më superior. Pa kaluar 1 minutë nga fillimi i pjesës së dytë, skuadra e Kastriotit trefishoi rezultatin dhe i kishte të gjitha mundësitë 10 minuta më pas të shënonte edhe golin e katërt, por sulmuesi Parit Gjihani humbi një penallti të akorduar në favor të krutanëve. Gjuajtja e tij u prit nga portieri Mik Llani. Pas këtij momenti, niveli i lojës sëra shumë dhe Tomori u mundua të bëjë diçka dhe 5 minuta para përfundimit të takimit, Bakiu realizon golin e nderit për skuadrën e tij. Për sa i përket ndeshjes, dominuan gjithë takimin, kishim mundësi që të realizojmë me gola të tjerë, gjithsesi ne përgjithësisht jemi kënaqur. Jemi në rrugën e duhur dhe mendoj që në ndeshjet e ardhshme do vinë duke forcuar. Mangthi 3-1 lutaj bëhet realitet. Teamet e tjerë marrin shumë qetë takim përballa Polonisë në Vlorë, duke humbur jo vetëm 2 pikë, por dhe duke dhënë fund ecurisë së tyre perfekte në shtëpi. Për 90 minuta Firakët u shndërruan në një bunker, duke i thënë një ofensivës vlonjate, të cilët nuk kishin dorë për asnjë moment nga goli fitores, ku portieri Xhelilaj dhe mungesa e qetësisë bën që kuqezin tashmë të reflektojnë për pjesën e mbetur të sezonit, nëse nuk dëshirojnë që dhe këtë vit të jenë kampion. Kuqezin të ushtrojnë presin nga sfiksues, duke e mbyllur Apolloninë në portën e tyre. Për Brkić dhe Jysaj nuk tregohen të saktë në pasin final. Da Silva vë në provë pozicionin e portierit Moçkaj, i cili devion lehtësisht në godit e këndi, nga ku vlonjatë donë të shkoheshin. Të përgjumur dhe jo të pozicionuar saktë, mbërësit e flamurtarit unë pasin kundërshtarin e tyre në mbulimin 1+1, duke dhe mundësin Donit që me kokë të kalon të Apolloninë në avantazh. Në vlerësimi kundërshtarit kthehet në një bumerang pas vetëm 31 minuta shtoj, ku të besohet e lutat e shohin vetëm në dizavantazh. Të zonët e shtëpisë e zgjohen dhe kuptojnë që për të mposhtur Bardhë e Shilës nuk mjaftojnë vetëm statistikat dhe pozicionimin në tabelën e klasifikimit. Ndriçim shtëpina provon me një kthes spektakolare, por për fat në keq të Shkodranit, goditja ishte qendrore, të cilin portieri Ferakëve divion sakt, duke mbajtur në fuqi golin realizuar nga Ndoni. Të ndodhur në presionin e golit të pësuar, Kuqezin vlonjat reagon që minutat e para të pjesës së dytë, me Ardit Shehaj. Hysa krijon një korridor të bukur për sulmuesin, i cili godet me njëherë, por portieri Xhelilaj tregohet pozicional duke grushtuar sakt. Së mos mjaftonte mungesa e golit, vlonjatët e kapën dhe me gjyqtarin e takimit, por mos dhënë një penallti në minutën e 60, të paktën në këmbështrimet të zotëve të shtëpisë. Si gjithë në momentet e vështira dalin në pa individët, dhe tek flamurtaj lojtarë të tillë nuk mungojnë, madje as në mbrojtje. Futbollistë me këmbën e artë të përkufizuar nga lutaj Franz Veliu rikthen Kuqezin në lojë. Mëngjerashi tregohet perfekt në ekzekutimin e tij, duke stampuar topin në rrjetin e Xhelilajit. Flamurtari shpërndoron mundësinë më të mirë për të mbyllur me 3 pikë takimin e javës së 8 në kategorinë superiore. Alimbika e kërkon të jetë ai man of the match, duke goditur me të majtën brenda në zonë. Por për fat në keq të vlonjatit, to përfundon shumë pranë shtyllës pingule. Me 2 pikë të lënë në shtëpi, lutaj duhet të bëjë një llogarit. Në një kohë kur kalendari rezervon sfida dhe më të vështira, si ajo kundër Skënderbeut. Teuta likuidon Dinamon dhe i ngjitën në kodin e 19 pikëve. Takimi i zhvilluar në stadiumin Niko Dovana është fituar nga Djemtë e Detit me rezultatin e pastër 2-0. Dursakët vazhdojnë serinë e rezultateve pozitive dhe në 8 javë kampionat koleksionojnë 6 fitore, 1 barazim dhe 1 humbje. Pas një pjese të parë pa gola, Teuta zhbllokon rezultati në fillimin e pjesës së dytë. Kalojnë vetëm 3 minuta dhe Beratasi Emiliano Veliaj me një dëmajt potente mposhtë Alfred Osmanin. 1-0 për vendasit dhe në stadium shpërthen festa. Për Dinamon, problemet nuk mbarojnë me pësimin e golit, pasi vetëm 2 minuta më vonë, Kraja, pas një ndërhyrje të rënd, përjashtohet me karton të kuq. Teuta shënon edhe golin e dytë dhe mbyll takimin. Minuta 63 dhe Akil Jakupi dyfishon rezultatin. Albi Dosti kroson nga një goditje lirë dhe Jakupi me kokë mposhtë Osmanin. Përfundon 2-0 për Teutën, e cila ka një super ecuri këtë fillim sezoni, ndërsa Dinamo zhytet akoma edhe më shumë. Faruk Sejdini, i vetëm, nuk ka ç'të bëjë në një skuadër të tillë. Shumë zhurmë për vetëm 1 pikë. Në Qemerstafa 2 skuadrat pretendente për titullin kampion, Tirana dhe Skënderbeu, dhuruan gjithçka në fushën e lojës, por nuk arritën të vendosin qershin birtor të supersfidës së javës së 8. Këtë herë efekti Basha nuk kishte ndikim tek skuadra Julian Rubios, pasi Bardhë Blu u gjendë përballë një kundërshtarit të mirë vendosur në fushën e lojës, që mund të dilte edhe me pikë të plota nga kryeqyteti shqiptar. Si rallëherë në ndeshjet e fundit ndërkombëtare Qemerstafa kishte marrë ngjyra tradicionale Bardhë Blu, të vetmit të cilët fituan nga kjo sfidë duke dhuruar spektakël dhe shfaqur vlera qytetarie. Dy ishët projektojnë golin e Akmares pikërisht në tempullin ku morën famë.
Iglamuça krahason në zonë për Gjergj Muzakën që me kokë gjen vetëm shtyllën pingullit të portierit Ilion Lika. Si po çuditë mbrojtës korçare por dhe tifozëve të pranishëm, Bekim Bala shfaqti vetëm në zonën e rreptësisë së bardhë bluve. Por sulmuesi shkodran citohet duke gjuetur menjëherë me të majtën. EC nuk ka forcë në duar për të surprizuar portierin Sheh, që kontrollon në pozicion. Të bashkuar për një qëllim, tribuna e stadiumit ishte në qendër të vëmendjes, jo vetëm mediatike, por edhe lojtarëve të cilët ishin në kërkim të golit për të dhuruar dedikimin e radhës. Futbolli dhe fati janë dy elementë të cilët nuk mund të konceptohen si të ndarë me njëri tjetrin, dhe këtë fakt e provon Klodian Duro në minutën 54. Mesfushuri Elbasana se ekzekuton një goditje dënimi në kufit e perfeksionit. EC prehet vetëm në traversën e portierit Sheh. Kampionët në fuqi reagojnë menjëherë pas vetëm 6 minutash. Kapiten Blendi Shkëmbër krahason në zonë, ku portieri Ilion Lika në pozicion arrin të devijojë një top të kthyer me kokë, duke larguar një moment të vështirë në portën e bardhë bluve. Julian Rubio përforcon mesfushën, por dobëson mbrojtjen. Ku Gjergj Muzaka nëse do të reagohej më i saktë, mund të dhuronte surprizën e madhe në Qemar Stafa. Ish mesfushuri i Tiranës e deporton në zemrën e mbrojtjes bardhë blu, por e majtë mesfushorit të përfaqësueses lë shumë për të dëshiruar, duke gjetur vetëm rrjetën e jashtme të portierit Lika. Trajneri spanjolli besoi sulmin Bekim Balës duke larguar Morinën, por sulmuesi shkodran nuk bën atë për të cilën paguhet të dërgojë top në rrjet. Nertil Ferra hedh një cross të saktë në zonë, por Bale nuk gjen koordinimin e duhur për të dërguar në delir tifozët e pranishëm. Minutat e fundit nuk sjellin çmendurinë e radhës nga të zoët e shtëpisë, të cilët nuk mund të jenë gjithnjë me fat. Përfiton në maksimum nga ky barazim Teuta, e cila sheh veten tashmë si kryesuese e vetme e kategorisë superiore, në kuotën e 19 pikëve, 2 më shumë se sa Tirana.